Leoni t'ju falenderoj për interesimin e madh që keni për këtë ngjarje natyrshme me interes nacional dhe me keqardhje Leoni të theksoj se Kuvendi i Kosovës, partitë parlamentare nuk kanë arritur të gjejnë konsensusin e domosdoshëm për zgjedhjen e presidentit të unitetit të popullit të Kosovës. LDK ka bërë vazhdimisht përpjekje për të arritur një marrëveshje edhe politike, por edhe për gjetur një konsensus të gjerë. Fatkeqësisht ky konsensus ka nënkuptuar më shumë se 80 vota në një periudhë që kemi mund të gjejmë edhe marrëveshjen ndërpartijake, po edhe të arrijmë një kandidat imunitet. LDK-ja nuk ka pasur këtë fuqi të siguroj ato 85 vota. Përkundër vullnetit mirë, përkundër përpjekjes mbar, jemi një orë gjysmë larg afatit kushtetues dhe Kosova po futet drejt një procesi të ri zgjedhor. Në orën 12 mesnatës, LDK-ja pret dekretin për shpërbërjen e kuvendit dhe sa më parë edhe konsultimet për nisjen e zgjedhjeve, për përcaktimin e datës së zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Dua të them se jemi futur në këtë proces me vetdije të lartë edhe shtetare, edhe kombëtare, me vullnet mirë për bashkëbisedim. Kemi mbajtur komunikime të mira me gjitha partitë politike, kemi dhënë solucione, kemi dhënë alternativa, kemi pas gatishmëri të plotë për konsensus. Fatkeqësisht kjo gatishmëri nuk është përputhur me synimet e palëve tjera. Në këtë moment, seancën e tanishme konsiderojmë si monopartijake, me qenë se janë dy kandidatë nga një parti politike. Besoj që ka qenë dhe kundërshtim publik, cilën e kemi thënë që nga takimi i parë se presidenti s'duhet të ketë librezë partijake, tani kemi dy kandidatë me librezë partijake. Kështu sa arrihet konsensusi, kështu sa arrihet uniteti. Për një shumicë thjesht politike, siç kam thënë dhe sot në mëngjes, kemi kryeministrin e Kosovës, për president duhen 2/3 e Kuvendit të Kosovës. Ne kemi qenë në pozicion të ofrimit edhe të marrëveshjes politike, e cila është refuzuar, edhe të gatshëm për konsensus, po s'na është ofruar asnjë emër asnjëherë. LDK s'ka refuzuar asnjë emër deri më tash. Prandaj kjo është e vërteta dhe mbi këtë vërtet kemi pasur paraqitje publike, keni parë deri më tani, por jam konsideruar që votat e LDK-s janë të mjaftueshme, është kërkuar më tepër, ne kaq kemi pas vota, kaq ka qenë mbështetja qytetare për LDK-n. Kushtetuta është e qartë, nëse për 30 ditë para skadencës së mandatit të presidentit aktual nuk zgjidhet presidenti i ri, atëherë vendi shkon në zgjedhje të jashtëzakonshme. Kjo çështje besoj që duhet trajtohet me presidentin e Republikës Kosovës, e cila ka 30 ditë në detyrë të plot, mandat plot të zgjedhur në vitin 2021. Ne presim dekretin në më pas konsultimet e më të tashme. Nuk kemi folë fare për marrëveshje sepse është refuzuar si koncept. Ideja marrëveshjes është refuzuar. Dhe kur të refuzohet një ide, ki vështirë dhe të diskutosh. Është kërkuar konsensusi dhe konsensusi s'është arritur sepse s'është prezantuar ndonjë emër jo partijak deri më tani mbi këtë proces. Strategjiku e para si e vlerësoni këtë çështje të vendosjes, fillimisht të thirrjes të seancës me dy kandidatë të vënë për president, e dyta dhe tentimi për ndryshimet e amendamenteve kushtetuese. Në këtë fazë është e vështirë apo jo? Unë besoj që për çështjet e amendamenteve kushtetuese pata fjalën në seancë, aty shpreha qëndrimet mbështetëse të LDK-s që janë parimore ideologjike, por që thash që ka më shumë se 14 vite që ne arrijmë t'i kalojmë këto amendamente për shkak se duhen 2/3 edhe të minoritarëve. Këto 2/3 janë arritur asnjëherë, siç u arritën edhe tani. Prandaj ishte një manovër politike që s'kishte sukses. Tani kjo seancë, siç thash, është një partijake, është me dy kandidat partijak. Dhe besoj në fjalët e palës tjetër, Kosova s'ka nevojë për president me libreza partijake. Po futemi në terren të pashkelur, siç është thënë nga zonja. Jo, po futemi në terren kushtetues, pa aftësisë fatkeqësisht për të bërë një gjë shumë bazike, zgjedhjen së presidentit, por në një proces që definohet nga dekreti i presidentës së Republikës Kosovës.
pjesë në seancë? Jo, ne nuk është çështje e marrës ose jo të pjesën seancë, e cila është partijake. Tani kjo është çështje procedurale e një manovre politike për cilën DK-ja s'ka interes fare të kontriboj. Këto janë çështje të pavarura të presidencës, por logjika jonë kushtetuese e një partie që ka kontribuar edhe ndërtimin e shtetit dhe vetë kushtetuesës është bukur e qartë në këtë drejtim, por për këtë vendos mënyrë shumë të pavarur presidenti i Republikës Kosovës, e cila po besoj që pas një ore gjysme do të ketë përgjegjësi institucionale për fatin e Republikës Kosovës. Nëse shkoni në zgjedhje, pranoni Vjosa Osmanin e LDK? Këto çështje gjithmonë diskutohen në një të ardhme shumë të afërt. LDK s'ka pasur asnjëherë qëndrim refuzues ndaj zonjës Osmani edhe për këtë proces. Ju faleminderit shumë. Faleminderit, natën e mirë.